Çfarë ka ndodhur është fakti që ish zëvendës kryeministrja dhe ish ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku është marrë pa ndehur për tunelin e Llogaras dhe 7 lotet e Unazës së Madhe me vlerë 450 milionë euro me akuza të zgjeruara në korrupsion dhe pastrim parash, këto dyja në kuadër dyshimesh për sa i përket kohës kur ajo ka qenë drejtuese Al Control dhe u përfol që ka në pronësi në mënyrë të tërthort një vil në jug që është në emër të ish futbollistë kombëtare shqiptare Iglitare. SPA ka kërkuar shtyrje me 3 muaj të hetimeve deri në 20 tetor të bazuara në ligj për raste komplekse të hetimeve. Dhe duhet të theksojmë këtu që në këtë dosje të paktën çfarë shton janë 9 hetues të Byros Kombëtare të Hetimit dhe 2 prokurorë që po e ndjekin çështjen, pra janë 11 veta për të hetuar. Kujtojmë faktin që kreu i SPA Klodian Bravo foli edhe për dokumentacion që do duhet të mbushin fugona, pra mund të mbushin fugona. Tani, a mendon se po tregohet korrekt SPA zhllima me këtë shtyrje 3 mujore, duke qenë se bëhet fjalë për dokumentacion voluminoz që do duhet të kalojnë për duart e hetuesve që të kryqëzohen e të nxjerrin prova? Zoti Bora, duhet të keni parasysh diçka tek një procedim penal dhe tek vepra penale. Duhet në të njëjtën kohë të plotësojnë 4 elemente të figurës së veprës penale: subjekti, objekti, ana objektive, ana subjektive. Po unë do të merrem te subjekti. Për sa i përket paparazisë në tendera, zonja ministre ka qenë antare komisionit të ofertave dhe të përzgjedhjes së fituesit. Ka qenë ministre, nuk ka qenë kjo zyrtare. Ministria kur nuk bën pjesë të komisionit. Po s'bën pra. Pra do të thotë vepra penale ka rënë fillestarja. Që do të thotë, në rast se kemi të bëjmë me ndikim të palishëm, shpërdorim detyre, ministria, po kur ministria nuk është pjesë e komisionit, dhe mbajeni mend, regjistrojeni këtu, është si puna e asaj që kur thosha unë për rastin e zotit Maltezi, që ai nuk mund të merret me veprën penale korrupsion pasiv, për shkak se nuk ka ushtruar asnjë moment funksione zyrtare, këta të SPA-kut, këta të lavazhjerët të vettingut të famshëm, thoshin që po ekziston vepra penale korrupsionit pasiv, që nuk ekziston. As të zonja Ajola Xhoxha nuk ekziston korrupsioni pasiv, se s'ka qenë zyrtare kurrë. Por gjithsesi kështu ndodh në Shqipëri, dhe vendos aty vepra penale dhe çat marrë. Po janë të qëllimshme këto zhdima që të bien apo vërtet nuk e kuptojnë se ç'bëjnë. Sepse kjo është e qartë, nuk mund të bësh korrupsion pasiv pa qenë në postin e një zyrtari, funksionari publik. Po Maltezin dhe gruan e Erion Velis kështu e bën korrupsion pasiv, ku ndërkohë edhe kush e ka bërë Erion Bani, ky dhe rregullatori i medias, ky asi i madh i drejtësisë reformuar. Plepa 2 dhe 3, lere, histori tjetër këtu. Tani, më dëgjoj pak. Për sa i përket zonjës Balluku, nuk ekziston subjekti. Duke qenë se nuk ekziston subjekti, pra nuk kemi të bëjmë me vepër penale të paparazisë në tendera. O do ta kapësh për shpërdorim detyre, o ndikim të palishme tek zyrtarët. E treta, zonja Balluku është denoncuar në 2021. Zoti Dumani përse mante dosjen e zonjës Balluku 2021, 23, 24, 25, 26, ku ndërkohë zoti Berberi kishte gjithë komunikimet dhe ishte në procedim penal dhe i arrestuar nga SPA-ku. Mund të më thoni ju lutem? Kjo quhet pendarje apo gjobdhënie? Hetim kompleks, ju gjobdhënia? Jo, unë pyes zotëri. Pra ju vini si opsione tavolinë diskutimi. Retorike që nuk kërkon të marrësh përgjigje. Po thjesht qytetarët mund të kuptojnë a kemi të bëjmë me drejtësi apo gjumbaxhi. Son kështu e kuptojnë. Dhe në fund fare, pasi e pa zoti Dumani, që zoti Rama e mashtroi që nuk e vendosi për mandat të dytë të bënte ndryshime me Tom Doshin në parlament, dhe mbani mend ju që zoti Tom Doshi është thirrur 3 herë në SPAK. Po. Sa po shpalli kandidaturën para zgjedhjeve dhe pasi doli rezultati zgjedhor. Kjo si quhet? Çfarë do thotë kjo? Çfarë do thotë kjo? Po shpjego. Shko me Ramën dhe bën ndryshime tek ligji që unë të marr mandatin e dytë. Ço përkthej unë. Inshallah ka bëj.
po jam I bindur që institucionet ndërkombëtare që I monitorojnë këta që janë vetë të monitoruar, do ta nxjerrin një ditë çka ka ndodhur në këtë vend dhe me këtë drejtësi të kalbur. Tani, shkojmë aty ku duhet. Përse ti zotëri, para se të ikje, shkoj bë një gol të pamdershëm kryetarit të ri të SPAK-ut. Duke e ditur që ti mora autorizim nga Edi Rama në televizor për Ahmetajin, mirë, dhe e din ti që Rama do ta mbronte Ballukun sepse pas Ramës fshihet Balluku në çdo veprimtari të Ballukut. Altin Dumani firmos kërkesën për arrestim. Ka qenë ekzekutori çdo urdhri që ka bërë Edi Rama. Në qasjen e saj, po ta shikosh, është ekzekutor. Pra, nuk është një person që ka ëndra për të bërë më shumë se ai që I shërben. Pra, është fisnik në atë që bën. Po ta kapësh në aspektin e asaj që është futur. Pra, është futur në atë pozicion dhe thet, unë do bëj këtë gjë, çfarë? Do më thot ai dhe unë do ekzekutoj. Këtë ka bërë Balluku. Dhe Rama nuk mbrojti Ballukun. Mbrojti veten e tij. Pse? Po jo nga një drejtësi e pavarur. Është nga ajo vetkënaqësia që çdo gjë I kontrolloj dhe vjen momenti për plasje në pushteteve. Dhe ti pe që ne kemi thënë vazhdimisht që kemi të bëjmë me përplasje pushtetesh. Dhe për herë të parë ndodhi në muajin janar, shkurt mars, përplasja midis 3 pushteteve. Drejtësia u përplas me legislativin dhe ekzekutivin. Dhe tani nga shtatori në vazhdim do shikosh që do përfshihet dhe pushteti ekonomik në përplasje të interesash. Tani këto shkurtimisht më sqaro shtyrja me 3 muaj e afatit për kryer veprime të tjera hetimore ndaj zonjës Balluku. Prodhon diçka apo është le të themi procedurë për të thënë që po hetojnë? Shiko, për mua zonja Balluku për sa I përket kualifikimit të veprës penale, tenderim, pabarazim, këto mashtrime që SPAK-u bën, për mua janë kot. Në rast se SPAK-u vjen edhe thot, kemi të bëjmë me korrupsion pasiv. Okej, kemi të bëjmë me ndikim të palishëm. Okej, kemi të bëjmë shpërdorim detyre. Okej, kemi të bëjmë me çfarë tjetër, pastrim produktesh veprës penale që janë kjo kasete e famshme. Okej, hajde ta diskutojmë. Është kasetë e lehtë, pastrimi I parave është kaseta më e rëndë për këtë. Është vepra më e rëndë penale dhe ju e dini shumë mirë. Po pastrimi I parash tani, e di çfarë kërkon pastrimi I parash. Kërkon ajo që ti po pastron produkti, do të duket që po vjen nga një veprimtari kriminale, dhe jo në veprimtari parashkrimit të veprës penale. Edhe një parashkruhet pastrimi I parave. A është 12 vite maksimumi? Jo, pse duhet të jetë 12 vite? Sa është pastrimi I parave? Sa dënohet maksimumi? Po, edhe një herë, nuk ka për këtë kemi korrupsion pasiv është nga 4 deri në 12 vite. Po, pastaj merret për referencë produkteve të veprës penale mund të shkojë edhe 15 vite, mund të shkojë edhe 10 vite, nuk ka vepër që parashkruhet. Në varësi të dënimit. Nuk ka kohë, domethënë do duhet të kaloj shumë kohë që të parashkruhen këto 2 vepra, duke qenë se merret maksimumi I dënimit. Po, këto duan 20 vite. Mirë, pra. Kështu që nuk kemi parashkrim këtu për të qenë korrekt me audiencën. Jo, kemi parashkrim, po të kalojnë 20 vite kemi parashkrim. Po. Pritet se të kalojnë 20 vite. I bien 2040 tani. Do shumë vite që të parashkruen, për të qenë sinqert. Tani, nëse marrin dhe I mandat të dytë ta prokurorët e SPAK-ut, edhe mund ta bëjnë një punë e përfundojnë në 2036 për shembull. 4 vite përpara se parashkruan. Prokurorët e SPAK-ut do të zhduken nga ajo prokuroria dhe të vinë prokurorë të tjerë. Pse? Se ata shërbim partisë, nuk janë prokurorë të pavarur të pamshëm. Prokurorët më të specializuar që mbart Republikën e Shqipërisë. Janë po, prokurorët më të specializuar të partisë, për mendimin tënd, po, ato të ikin, nuk janë në shërbim të interesit. Do të jap një rast konkret për shembull. Unë flas, për sqarim që mos të, unë flas çfarë lexohet nga pikpamja formale dhe çfarë lexohet nga pikpamja ligjore, pa shprehur unë mendimet e mia ose emocionet e mia në raport me çështjen. Kështu që nuk kemi emocione më zotëri, nuk kemi jam përpjekur që të jem korrekt. Unë po flas për vete edhe në raport me audiencën, jam përpjekur të jem korrekt. Pas emocione, pse të kesh? Jo, s'kam emocione. Asnjë qëllim nga SPAK-u. Asnjë qëllim, asnjë interes, as mbron asnjë interes. Është e vërtet kjo. Por ne po flasim në aspektin e përgjithshëm dhe atyre çfarë ne kemi parë. Të gjithë prokurorët e SPAK-ut, familjarët e tyre I kanë të
punësuar në pushtetin e Edi Ramës. Më thuaj ku buron pavarësia. Bëre ndonjë armik gjatë kohës që mbroje zotin Meta? Urdhro? Bëre ndonjë armik në GKK-s SPAK gjatë kohës që mbroje zotin Meta? Ku them armik në thonjza. Si jam bërë armik? Unë kam qenë armik i SPAK-ut dhe i GKK-s që në momentin kur kam dalë në daljet publike, jo më të merre rastin e zotit Meta. Thash armik në thonjza se. Ti je kritik. Unë e pyeta zotin Meta, i thash zotin Meta çfarë bëni për zgjedhje, i thash sepse unë kam një qendrim që kundër SPAK-ut. Është e kotë, i thash, ju do të merr një avokat, i thash atëherë të paraburgimi, një avokat që t'i bëj prap pak fres SPAK-ut, e kupton, edhe t'ju marrë edhe ju me sy të mirë. Po, gjithsesi mendimi juaj, qëndrimi juaj, përzgjedhja juaj është e drejta juaj. Dhe unë e them këtë gjë dhe kam thënë që ditën e parë, unë kur kam dalë në media, kam thënë për një SPAK i cili nuk është në nivelin e dur dhe në shërbimin e dur.